Nuse realisht se kush A mundet PDK-ja gjithat votë të Uranit ta çojë ka përparimi? Jo, s'mundet as ka përparimi, as ka qeku kushtrim, po ata që munden mi zgju, le të themi kështu pe votues që arrin mi strukturat i qon. Atëre kujdo që do i mbështetet PDK-ja normalisht që ka me absolutisht përmbys rezultatin. PDK-ja e përcakton fituesin Prishtinë. Absolutisht. Edhe unë e pajtova. Pajtohesh ti. Ndodhen e PDK-s është pushteti jashtëm i Prishtinës. A do ta ndihmoj PDK-ja për parim Rama? Unë mendoj, që ka qit prej koalicionit? Unë mendoj që po. Unë mendoj që po. Sepse unë kum thonë vazhdimisht mund duhet me përdori vlen modelin e Stenishit. Të gjithë kundë veves. Situata është pak më ndryshe. Sepse ata kanë punë situatën mos më fshet kërkush këtë vend hiç. Rama, ata dinë se Rama shkon blanko vota e PDK-s për parim Ramës? Besoj. Me kon? Besoj që shkon blanko. Me konjon? Ta shohim Ramën. Edhe nga hoxha u kon me popullin. Po. Edhe fatës në në indjerë. Nuk shkon, a dim pse, se thash në mbram, domethënë se cila komune ka pak specifike të veta. Shembull, elektoratin e LDK-s është shumë problem me bind, sepse është i strukturuar që ashtu që me shku nëpërmjet degës, nëse janë të bindur që do të më dhënë votën, domethënë dikujt. Është shumë problem me bind, se elektorati i LDK-s është goxha demokratik brenda vetes. Kur po them demokratik vendos. Dhe ky është efekti që vjen nga qendra, se subjekti politik LDK ka këtë zhvillim të hapun edhe është ndryshe. Elektorati i PDK-s në disa komuna po ashtu është i hapun me vendos vet dhe një nga këto komuna ku unë shoh që kjo ndodh është edhe në Prishtinë. Pavarësisht që mundet me u vendos që PDK me përkrah për parim Ramën, unë nuk e besoj që ke 30.000 vota shkojnë për parim. Absolutisht. Është problem me i bindi 30.000 vetë që vetë krenari. Është problem edhe mi bind me dalë në votime, lema ku kanë me vetu. Por kjo a i ndihmon ajo kushtrim, unë nuk e besoj që është ideja a i ndihmon PDK për parimin. A ka interes që përparimi me fitu në Prishtinë? Pikërisht. A ka interes që vetëvendoset goditit Prishtinë? A ka interes që PDK tjetë edhe njerë në koalicion me përparimin në Prishtinë, cilë është pushtetit që e merë? A ka ndonjë pazar politik në këmbin Mitrovicës këtë rast, që pse informacionet që ka. Dhe arsyeja pse s'po bëhet një koalicion zyrtarizim ende në Mitrovicë është kjo, që pikërisht po pritet që me ndodh një koalicion në Prishtinë mes përparim Ramës dhe në këtë rast LDK-s dhe PDK-s për me vazhdu në Mitrovicën. Këto kombinime politike. Edhe pse dallimi është dallimi madh, po nuk janë Mitrovicë janë faktor në. Jo, Mitrovicë janë 1.000 vota që mund me vendosë edhe aty. Po janë vetëm 1.000 ndërkohë. Jo, fundit do ta vendos një votë. Po, unë mendoj që Mitrovicë është pikërisht kjo në tetik të vendosjes ndoshta me 1.000 vota. Ndoshta me 100 vota. Ka shumë rëndësi në ka arreshtohet kandidati ose LDK-ja në Mitrovicë kushtim. Kështu që në këtë dimenzion, pavarësisht të në koalicione dhe matematikave, në të kalumën, në zgjedhjet lokale janë rrëzuar edhe këto hipoteza, këto marrëveshje, e dini shumë mirë. Edhe pse mbo marrëveshje ka fituar dikush tjetër. Po. Kjo nuk është garanci që 100% fiton përparimin dhe se e merr komplet domethënë PDK-n sepse s'mundesh me binti që me votu. Kështu që Prishtina për mua prapë e them. Unë nuk pres që edhe nëse ka marrëveshje, nuk pres që vota e PDK-s shkoj komplet e përparimi dhe prapë, për mu, favorit për me fitu Prishtinën mbetet kandidati vetë vendosës Roda Çeku. Kurse për mua është krejtësisht e kundërt, sepse në çdo version, edhe pa koalicion, në çdo version, edhe pa koalicion, 8 nga 10 votues PDK-s e votojnë për parim Ramën. Edhe kjo konsistenca jame që dejnë në nesërmen e votimeve nuk e huqi. Okej, për ty kush është favorit Drenor? Prishtinë? Pe fillimit jam nuk pak më rezervu në këto se deshtëm taj preket pak edhe subjektive. Pa ti ke fitu zgjedhje tashmës. Jo, nga në kusht, po në na e këtu po mënomi pak me pas në argument për të nxjerrën parë, po pak të me dalë me argumente. Unë gjithë argumentin që e ka prish koalicionin këgja keq, pra përparimi me Uranën, ajo nuk kalon hijet keqe edhe si tham një farë shijet jashtëzakonisht keqe veç për Uranën personalisht për ta, po edhe për votuesin e PDK-s. Edhe për strukturën. Po edhe për strukturën, kështu që nuk është këtë rastishme që Urani është step pak edhe s'po del fort në publik, sepse unë jam i sigurt që është ajo që tha zoti Matushi, nëse ishtë dasht me u ndëgju udhëtësia e PDK-s,
Uroni si shdasht me zot ka shumë këtë farloj i nati, ose si me thonë me rije, për i shdasht me bo këtë koalicion. Po e lypë se cili